Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse vuani nga këto probleme shëndetësore, mos hani vezë. Njerëzimi konsumon vezët prej mijëra vitesh. Dikur ato ishin ushqime të mrekullueshme të mbijetesës, veçanërisht në ato zona të planetit ku ishte e pamundur të gjemin ushqime të tjera në periudhat e caktuara të vitit. Por gjërat ndryshuan në shekullin 20, kur shpërthyen edhe probleme të ndryshme të cilat ndikuan drejt për së drejti në organizmin e njeriut. Një njeri ha mesatarisht 350 vezë në vit. Bëhet fjala për vezët shqeto ose produkte që përmbajnë në vezë. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje si ajo lyme ose lupusi, sindroma e lodhjes kronike, migrena ose fibromjalgjia, eliminimi i vezëve nga dieta juaj do t'i japë trupit ndihmën e duhur për t'u përmirësuar. Problemi më i madh me vezët është se janë një ushqim i preferuar i sëmundjeve dhe cisteve të ndryshme, fibromave dhe nodujve. Gratë që vuajnë nga sindroma e vezoreve policistike, problemet e gjirit, cistet dhe problemet të tjera të ngjashme, nuk duhet të teprojnë me konsumin e vezëve. Të njëjtën gjë duhet të dinë edhe nëse po përpiqeni të parandaloni radikalet e lira ose të luftoni ato ekzistuese. Eliminimi i vezëve nga dieta juaj rritndje shumësanset për të luftuar këto probleme të shtuara. Vezët gjithashtu mund të shkaktojnë inflamacione dhe alergji, të ushqejnë në problemet me bakterie me myk me kërpulla nëse ato janë në vërtet të prishura. Njerëzit që janë të diagnostifikuar me myk kandida ose me mykotoksina, u thuhet shpesh se vezët përmbajnë proteine të padëmshme që nuk i ushqejnë ato, por kjo është e gabuar. Gjithashtu, tendenca në rritje e promovimit të tyre dhe ushqimeve të shëndetshme në këto raste duhet të jetë gjithmonë minimale. Nëse keni probleme të ngjashme të cilat i theksua më herët, atëherë vezët duhet të jenë në sasi minimale në dietën tuaj ose mundësisht t'i evitoni derisa të merrni veten. Mëngjesi tipik i shumë ambisave shqiptare e përfshin vezën. Ato na serviren të zjera të skuqura ose në forma të ndryshme. Veza është një ushqim i shëndetshëm. Ato kombinohen me gatime siç është buka e thekur, avokado, supë me oriz, tavë, spinaq ose ëmbëlsira. Siç dihet, gjatë një jave njeriu arrin të konsumojë shumë vezë dhe natyrshëm lind pyetja: nëse konsumi i tepërt i vezës është i shëndetshëm? Ekspertët thonë se njeriu mund të konsumojë pa frikë deri në 2 vezë në ditë. Vezët duhet të shoqërohen gjithmonë me barishte, me kos, avokado, bukë të thekur dhe drithra të plota. Nëse ju e servisni atë me prosciutto ose me feta të djathit, atëherë do të mbusheni me kalori dhe me yndyrra të panevojshme për trupin. Shumë konsumatorë kanë vetëm konsumin e të bardhës së vezës në përpjekje për të konsumuar sa më pak kalori. Megjithatë, ekspertët thonë se edhe verdha e vezës ka ushqyesit e nevojshëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 1 deri në 2 vezë çdo ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e saj dhe të neglizhoni edhe dëmtimet e trupit. Vezët janë një ushqim i preferuar për shumë persona në ditët e sotme, dhe një mëngjes i shijshëm me këtë produkt të vetëm do t'i japë trupit shumë element ushqyes. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave të Health.com, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore mund t'ju ndihmojë që të merrni këto përfitime. Kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Shëndeti i syve do të përfitojë gjithashtu nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë thelbësore ndihmon në ofrimin e
përfitimeve të retinës në sy dhe në thithjen e dritës dhe mbron membranën dhe ulë riskun gjithashtu të prekjes nga dobësimi i shikimit dhe nga verbëria. Vezët janë të pashura me proteina cilësore në dobi të organizmit, të cilët do të bëjnë një ndryshim thelbësor për trupin tuaj. Vezët e zira natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë në të gjitha organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët ofrojnë gjithashtu edhe yndyrna të mira. Vezët e zira nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun për problemet e sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak, e përrjedhojnë edhe në nivelet e sheqerit në gjak. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj duke e konsumuar vazhdimisht do të keni gjithashtu edhe përfitime më të mira në mbrojtjen e organizmit. Vezët janë një burim i pëlqyer i proteinës dhe konsiderohen gjithashtu edhe një nga ushqimet më të shijshme që duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Studimet të ndryshme nga Universiteti Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë dhe përmbajnë edhe element që stabilizojnë nivelin e kolesterolit të përgjithshëm. Së dyti, sugjeroi se konsumi i 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmadhonte grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshonte asnjë ekuilibër të kolesterolit të mirë dhe të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët nuk janë faktor rreziku për sëmundjet koronare. Vezët kanë ndikime të tyre edhe në sistemin kardiovaskular. Studimet të tjera zbulojnë lidhjet e forta mes konsumit të vezës dhe përmirësimit të shëndetit të zemrës. Në vitin 2013, 8 studime të ndryshme të publikuar në revistën mjekësore BMJ konfirmuan se ngrënia e një vezë në ditë nuk shkakton asnjë sëmundje në zemër dhe as ishemi. Studimet u bazuan në analiza shëndetësore të gjysmë milioni njerëz të përfshirë në studime të arkut kohor të 8 deri në 10 viteve. Në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezëve në javë do të ulë rrezikun e ishemisë me 12%. Por a duhet të konsumojnë diabetikët vezë? Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të reduktojnë kujdesin me sasinë e kolesterolit dietik, por edhe me konsumin e vezëve. Por 2 studime shkencore arritën në konkluzione të njëjta. Vezët janë të sigurta edhe për diabetikët, madje nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak ose të triglicerideve. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese gjithmonë nëse konsumohen gjithashtu në formën e zjerë të tyre. Kështu edhe vlera do të jenë edhe më të larta. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton përkeqësim të kujtesës. Vezët janë të mira në shëndetin e syve. Antioksidantët e vezëve mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët që gjenden te kjo barishte e përfshirë edhe me vezën do të rrisin gjithashtu edhe përfitimin për shëndetin e syve. Vezët kanë aftësinë t'ju ngopin më shpejt. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndjehen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihet edhe veza. Studimet konfirmojnë se një i rritur duhet të konsumojë të paktën 2 vezë çdo ditë pa u shqetësuar shumë edhe për problemet në shëndetin e tij. Veza cilësohet si një nga produktet më ushqyese në organizmin tuaj, dhe si e tillë duhet jetë pjesë e pandare e dietave të përgjithshme, duke marrë kështu edhe përfitimet unike të saj në dobi të organizmit.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë të mos zhvendësojnë në këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose efektet negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.